Pas ish kryetares së Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kuremadi dhe Ilir Meta e ka cilësuar si mashtrim pretendimin e SPAK-ut për provat e reja për procesin gjyqësor që po zhvillohet ndaj tij. Në një reagim të ashpër, Meta akuzoi prokurorët e posaçëm se po ndjekin udhrat politik dhe se janë kthyer në garant të pandëshkueshmërisë së Edi Ramës. Kjo gënjeshtëresh përndar nga SPAK dhe prokurorëve e provuar si shkelës të ligjit dhe kamikaz të krye kleptokratit Edi Rama është një mashtrim për të justifikuar paraburgimin tim të palishëm dhe kriminal, si dhe për të dhënë mandate të përjetshme kamikazëve që janë provuar si garant të pandëshkueshmërisë së Edi Ramës dhe armiq të betuar të opozitës dhe pluralizmit politik. Ai shtoi se asnjë letërporosi në asnjë provë tjetër nuk mund të vërtetoj shkeljen e tij të ligjeve shqiptare, amerikane apo ndërkombëtare. Ndërkohë Monika Kuremadi një është drejtuar zyrtarisht SPAK-ut me disa pyetje në lidhje me pretendimet për prova të reja që lidhen me çështjen e lobimit të LSI-s në SBA. Ai kërkon të dinë nëse prokuroria disponon mandate apo dokumente që provojnë pagesa nga partia drejt kompanive lobuese në Washington. Sipas Kuremadit, deri më tani organi i akuzës nuk ka sjellë asnjë provë konkrete që të mbështesë pretendimet e ngritura në media për lobimin në SBA gjatë kohës që ajo drejtonte LSI-n.